Nga ana tjetër, protestuesit kërkojnë anullimin e ndryshimeve në ligj në për zonat e mbrojtura. Si e keni vlerësuar kërkesën e tyre nga këndvështrimi profesional, sigurisht? Po, e kuptoj. Shiko, duhet kuptojmë një gjë që s'duam do shkojmë tek thelbi i gjës. Duhet kuptojmë që ne jemi në një republikë fatkeqësisht e cila ka një koncentrim të madh pushteti, Këto janë çështje që zakonisht nuk është se merret kryeministri me këto çështje. Me këto çështje merren teknicienët, kryeministri dhe stafi i tij i ngushtë, por edhe gjithë qeveria merr vendime politike, nuk merret me kush do zhvillohet, si do zhvillohet. E bëra këtë parantezë për të kuptuar që situata në të cilën ne ndodhemi është pikërisht për shkak të dëshirës së kryeministrit për pasur një pushtet të jashtëzakonshëm për të bërë gjëra të tipit në rastin konkret për të zhvilluar turizmin në një mallësi shumë të madhe, për të zhvilluar ndërtimtarinë. Ne kemi kullat e Tiranës dhe ndërtimtari kudo. Të gjitha këto nuk është se i përkasin kryeministrit. Kryeministri i ka marrë, jo rastësisht, për të ndërtuar atë në rastin më të mirë një vizion të tij personal se si do të zhvillohet Shqipëria. Mirë, po Shqipëria në kuptimin territorial dhe zhvillimor nuk mund të jetë ajo që ka një njeri në mendje, qoftë ai kryeministri, sepse kryeministri është sot kryeministër, nesër nuk është. Në këtë kontekst të kuptimit të tij mbi gjën, ai ka bërë disa ligje, disa ndryshime të tjera ligjore, të cilat eksaktësisht i japin atij pushtet për të vepruar atje ku nuk do ishte normale të veprohet. Sikurse janë dhe ligjet që ju zut në gojë, po janë dhe ligjet të tjera. Sikurse mund të ishte për shembull ligji që i ndan investitorët në nivele të caktuara, ose ligji sipas të cilit qeveria ose një institucion i qeverisë ka të drejtë të fali ose të japi me qira territore të mëdha dhe hapësira të mëdha të tokës shqiptare, qoftë ajo truall në urbane kanë fjalën, qoftë ajo në zona të pazhvilluara që kanë potencial turizmin. Mirë, po ky kontekst duket që është kuptuar nga, nuk është se do në një zjarrësi të madhe, është kuptuar edhe nga protestuesit dhe ata kërkojnë ndryshimin ose mos ndryshimin e disa ligjeve, ndonjëri dhe shfuqizim i plot i ligjit apo